Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me parashikimin e javës nga data 26 deri 20 deri në datën 26 tetor. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse ende s'ka përfunduar muaji, videot e muajit nëntor, por dhe videot e javës dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë pa humbur kohë me të gjitha shenjat e horoskopit. Është një javë ku do kemi edhe hënën e re që do sjellë fillime të reja, si në dashuri, në lidhje me punën tuaj, por dhe çfarë do lloj fillimi që dëshironi të bëni, është periudhë e përshtatshme, por ndërkohë kemi dhe diellin që hyn në shenjën e Akrepit datën 23, që sjell ndryshime, sjell një lloj transformimi. Dhe fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëre, këtu kemi të bëjmë me energji të shenjës së Luanit, energji të shenjave të ujit dhe përsëri energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi shoh që jeni përballur me shumë sfida, me shumë vështirësi në jetën tuaj, mund të keni kaluar sfida në dashuri ose vështirësi. Mund të keni kaluar në lidhje me punën për një pjesë tjetër nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të keni qenë. Gjithsesi shoh që për një pjesë prej jush do jeni në festime, do jeni ndoshta sepse shoh që gjeni forcën për të vazhduar përpara, dhe shoh që një person në shoqërinë tuaj mund të tërhiqet. Ju mund të dilni diku, ndoshta për të pirë diçka, dhe shoh që një person do të rriqet nga ju. Gjithsesi, ju bini pak të trishtuar dhe nuk e shikoni këtë person që ju afrohet. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju do keni lajme të mira në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, ose në lidhje me karrierën tuaj, por dhe pse merrni lajme të mira. Unë shoh që ju bini pak të trishtuar, jeni përqendruar shumë te diçka, te përditshmja juaj ose diçka që vërtet ju ka trishtuar dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë e mirë sepse ju gjeni forcën për t'i çuar gjërat para. Dhe shoh që do keni edhe festime, mund të jenë festime nga më të ndryshmet. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Demit, por ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Ne shohim si do jetë kjo javë. Atëherë, kemi të bëjmë energji të shenjave të ujit, të tokës që jeni ju vetë, por dhe energjia e shenjës së ujorit. Gjithsesi, ju shoh që në fillim të kësaj jave do jeni duke ëndërruar, mund të jeni duke ëndërruar rreth një personi, rreth një dashurie. Do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por ju jeni të fokusuar te një person dhe ju shoh që jeni duke menduar vetëm rreth këtij personi. Në mesin e javës ju shoh që ndiheni në dilema, në lidhje me realizimin e diçkaje, në lidhje me një dashuri ose me diçka që ju e ëndrroni. Gjithsesi, një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, flasim për gjithë ata që janë në këto situata,
dhe shoh që sikur nuk dini çfarë të bëni në mes të javës për të realizuar diçka në lidhje me diçka që ju ëndrroni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që do keni oferta në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe oferta të ndryshme me projektet ose bashkëpunimet tuaja, dhe unë shoh që ju ndoshta do të rriqeni vetëm nga një ofertë, por mund të jeni të midis dy punëve, ose mund të keni dhe dy projekte, dy bashkëpunime, dy oferta pune, dhe kjo gjë do t'ju bëj pak që ju nuk do dini çfarë të vendosni. Dhe ju shoh në fund të javës që ju do arrini të realizoni gjërat që ju dëshironi. Shoh një realizim, shoh një mbështetje nga universi në lidhje me shenjën tuaj, në lidhje me gjërat që ju doni të realizoni. Thjesht duhet të dilni nga dilemat, mund të jeni midis dy punëve, dy projekteve, dy situatave të ndryshme, dy çështjeve të ndryshme, por ju shoh me realizim. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë, ju shoh keni të bëni me energji të shenjave të ujit. Këtu kemi 4 energji, energjia e shenjës Demit, Akrepit, Luanit dhe Virgjëreshës. Dhe jemi te energjia e shenjave të ujit, por ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, shoh që me festime ju shoh në fillim të javës ose lajme të mira, mund të jenë festime në shoqërinë tuaj, ku aty pjesa e beqarve mund të jetë një person që do të rriqet shumë nga ju. Për pjesën tjetër, mund të keni festime në familje, festime në shoqërinë, me shoqërinë tuaj. Ose mund të merrni dhe lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi, në mesin e javës, ju shoh që ju fati do t'ju ndihmoj në lidhje me diçka që ka lidhje me shoqërinë tuaj, me një njohje, me një lajm që ju do merrni. Falni për zërin. Me një lajm që ju do merrni dhe ju do filloni t'i çoni gjërat para mbas marrjes së një lajmi. Dhe ju shoh që ju do çliroheni nga situata, tensioni dhe stresi që ju kanë shoqëruar për një kohë të gjatë. Unë shoh që ju mund të keni pas tensione, situata stresuese në lidhje me dashurinë, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për një pjesë. Për disa të tjerë mund të kenë lidhje në punën tuaj nga ana ekonomike, por mund të kenë lidhje me pjesën e dokumentave, mund të kenë lidhje me shtetin, me gjykatat, gjëra të ndryshme, sepse jemi te energjia e shpatave këtu dhe është dhe energjia juaj. E rëndësishme është që ju do çliroheni, çfarë do lloj situate që të keni, si në lidhje me punën, me dashurinë, marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, edhe me studimet, por dhe me anën shëndetësore për një pjesë tjetër. Ju do çliroheni për të bërë fillime të reja. Fati është në anën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë. Ju mund të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muaj, të javës, por dhe me tema për dashurinë. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të zjarit përsëri dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave.
Gjithsesi shoh që keni kaluar një lodhje të gjatë, ndoshta me vështirësi të ndryshme që mund të keni pasur. Për një pjesë prej jush mund të keni kaluar vështirësi dhe një lodhje të gjatë në lidhje me njohjet, në lidhje me dashurinë, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër mund të jeni duke mbajtur një peshë të madhe në familjen tuaj, e cila ju ka lodhur dhe dëshironi të çliroheni gjatë fillimit të javës. Por për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj. Ju mund të keni bërë disa punë njëkohësisht, ju shoh shumë të lodhur, por i ka ardhur fundi kësaj situate, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe nga ana ekonomike, ku ju mund t'ju kenë lodhur situata ose çështje të ndryshme ekonomike, por edhe në lidhje me familjen, me shtëpinë, por dhe me situata të tjera. E rëndësishme është që ju do çliroheni në fillim të kësaj jave. Dhe mbasi të çliroheni, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Për një pjesë prej jush, mund të jeni duke pritur përgjigje nga një person që është në distancë. Është një person që, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Për pjesën tjetër, mund të jeni duke pritur një përgjigje nga fëmijët tuaj, një përgjigje për punë, për një projekt, ndoshta për të bërë një fillim të ri, sepse ju mund të mbyllni edhe një projekt, një bashkëpunim, dhe ju shoh që do bëni fillime të reja dhe jeni në pritje të një përgjigjeje ose për një punë të re. Por mund të jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me institucione shtetërore, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me anën ekonomike. Mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. Ndërsa në fund të javës shoh që do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një person, dhe këtu flasim për gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë fillime të reja në dashuri, jeni duke pritur përgjigje nga një person dhe aty mund të keni dhe kundërshtime mendimesh. Ndërsa, edhe pse ju shoh me qëllime në veten tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me familjen, me shtëpinë dhe situata të ndryshme, me situata dokumentash për një pjesë tjetër, ose ju mund të ndjeni që ju bëhet edhe një padrejtësi në fund të javës, që mund të jetë te vendi punës, mund të jetë nga ana ekonomike, dhe kjo ka lidhje me një përgjigje që ju do merrni. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dhe doli po e njëjta kartë, po e njëjta, më vjen keq, por kjo energji vjen. Ju shoh keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, por dhe energji të shenjave të ajrit përsëri, ose ju keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Në lidhje me ju shoh kundërshtime mendimesh, në lidhje me njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju mund të jeni duke ju bërë dhe një padrejtësi, mund të jetë një padrejtësi te vendi punës, nga ana ekonomike, por mund të jetë në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, për një pjesë tjetër, ose edhe në situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe ju shoh që prisni një përgjigje. Mund të jeni në pritje të një përgjigjeje nga një person, nga një dashuri, në një rast. Në rastin tjetër mund të prisni një përgjigje për një vend pune, ose ju dëshironi të filloni një punë dhe jeni duke pritur, të një projekti, të një bashkëpunimi, ose edhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe në fundin e javës shoh një sekret, një të fshehtë. Ju ndoshta prisni një përgjigje, mund të jeni dhe pak sekret dhe pak të fshehtë gjatë kësaj fundit të javës, sepse hymë edhe në energjinë e shenjës së akrepit, dhe akrepi është pak mister, ka mister brenda vetes, dhe ju shoh që ju mund të jeni pak të tillë në fund të javës. Mund të bani një sekret, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje, ndjeni që ju bëhet një padrejtësi dhe aty zbuloni një sekret për pjesën tjetër, dhe këtë mund ta merrni në çdo lloj situate, në marrëdhënie, në njohje, në lidhje,
ose edhe në lidhje me anën ekonomike ose me punën tuaj, varet nga situatat që keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për javën edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një javë të mbarë edhe për shenjën tuaj. Të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, të muajit, por dhe video me tema për dashurinë. Dhe shohim energjinë që do na vijë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, jemi te energjia e ujit. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me shenjat e ujit ose ju keni ascendenten ose hanën të këto shenja. Energji të shenjës së dashit dhe energji të shenjave të zjarit, ku përfshihet dhe shenja e luanit dhe shenja e shigjetarit. Atëherë ju shoh të lumtur, ju shoh të gëzuar me shumë emocione në fillim të javës. Ju do ndërmeni iniciativa në lidhje me një dashuri, sepse ju shoh që jeni full emocione. Dëshironi të shkoni drejt një personi, i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë person, por e shoh dhe për personin përballë jush që është i vendosur në qëllimet e veta. Gjithsesi, për një pjesë tjetër, shoh që do ndjeni mirë në familjen tuaj. Ju do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes, shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj dhe jeni me qëllime në veten tuaj në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, shoh lajme të mira, por dhe nga ana ekonomike, ju do keni kontrata të rëndësishme në mesin e javës dhe në fund të javës shoh që në momentin që të lidhni këto kontrata, mund të jetë kontratë pune, kontratë shtëpie, kontrata martesore, kontrata për të larguar jashtë shtetit, ndoshta varet nga situatat që keni. Dhe ju shoh me qëllime në veten tuaj. Është një javë fantastike në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit tetor, nëntor, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që do na vijë. Atëherë, në lidhje me shenjën tuaj, keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energjinë të shenjave të shenjës së luanit dhe energji të shenjave të ajrit. Atëherë, ju shoh që po mendoni shumë fort në lidhje me një dashuri. Për një pjesë për jush, më duket sikur është një dashuri shumë e madhe që mund të keni në lidhje me një person, por ju është si një mollë e ndaluar, mund të them, kjo dashuri. Por ndërkohë ju shoh që jeni në gjendje stresi, tensioni, jeni duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me një person, ndërsa për pjesën tjetër shohim që ju edhe mund të jeni të lëshoni lot në lidhje me këtë person, mendoni dhe kjo gjë ju ka lënë pa gjumë. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që mendoni shumë në lidhje me marrëdhëniet tuaja, për t'i pasur më të konsoliduar, për të qenë në marrëdhëniet tuaj më të konsoliduar, ose por shoh që nuk e di diçka ju shqetëson, është një dashuri e fortë, unë shoh që është një marrëdhënie konsoliduar, por diçka ju lë pa gjumë në këtë marrëdhënie. Ju ndoshta jeni duke menduar dhe për anën ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që jeni në një pozicion shumë të fortë ekonomik, do hyni në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, me punën tuaj, dhe kjo gjë do t'ju lëj përsëri pa gjumë sepse do jeni duke menduar rreth këtij partneriteti që ju do krijoni në mesin e javës.
Ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të jetë një person që do t'ju mbështesi nga ana ekonomike, ju mund të ndodhet ose keni qenë në një periudhë të gjatë në situata ekonomike pak të vështira dhe kjo gjë ju ka stresuar jashtëmase. Gjithsesi, shoh që një person do t'ju këshilloj, mund të jetë një figurë maskullore, por dhe një person tjetër do t'ju mbështesi dhe është një person dashamirës në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë pak. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, dielli do hyjë në shenjën e Akrepit datën 23 dhe ju futeni në energjinë tuaj. Por kemi dhe hënën e re që është në datën 21 dhe ka fillime të reja për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që vjen. Atëhere, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Në fillim të javës, ju shoh pak të pakënaqur, një pjesë prej jush mund të keni qenë të pakënaqur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ose edhe nga ana ekonomike për një pjesë tjetër, ndoshta ju keni investuar shumë në një punë ose në një projekt, në një bashkëpunim dhe keni përfituar shumë pak. Por kjo mund të ketë lidhje edhe me çështje dhe situata të tjera që ju mund t'ju kenë lënë në këtë situatë. Gjithsesi, shoh që ju do dilni nga kjo situatë dhe shoh sikur ju do filloni të korni rezultatet e punës tuaj, pra atë që ju keni dhënë deri tani. Për çfarë keni dhënë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në një rast. Në rastin tjetër, për pjesën tjetër, shoh që ju do merrni ato rezultatet e punës tuaj gjatë fillimit të kësaj jave. Ku keni investuar? Ose edhe një investim ekonomik që mund të keni bërë. Një investim te fëmijët tuaj ose çfarë do lloj investimi që ju mund të keni. Dhe në mesin e javës, për gjithë personat që ndoshta janë ndier të pakënaqur nga një njohje, unë shoh që do keni një komunikim nëpërmjet internetit ose jo domosdoshmërisht mund ta keni dhe nga afër sepse është një lexim i përgjithshëm. Do merrni lajme të shpejta nga një person, shoh një komunikim, por shoh edhe një udhtim në lidhje me ju. Dhe ju në fund të javës do t'i lini të gjitha sfidat dhe vështirësitë që keni kaluar, do t'i lini mbrapa dhe do gjeni forcën për të ecur përpara, për të bërë një fillim të ri në dashuri. Ose ju të rrisni komunikimin tuaj në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë shoh dhe lajme të shpejta në lidhje me punën, ju do veproni shumë shpejt mbas marrjes së lajmeve, për të kaluar nga kjo fazë pakënaqësie që mund të keni pasur në një fazë më të mirë, por shoh që do nxitoni edhe në lidhje me një udhtim për një pjesë tjetër. Por gjithsesi, ju shoh keni kaluar në fund të javës shumë sfida, por këto sfida ju kanë bërë më të fortë, ju do harrini të lini mbrapa vështirësitë që keni pasur dhe do gjeni forcën për të çuar gjithçka para. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, shoh që ju keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ujit, por dhe energjitë shenjave të tokës.
Ju shoh që do përballeni me shumë pengesa në fillim të javës. Mund të përballeni me pengesa në lidhje me një person që ju dëshironi të futeni në një njohje, në lidhje me për një pjesë tjetër me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me punën nga ana ekonomike, në çështje të ndryshme me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj, por ju do t'ja dilni. Do t'ja dilni me sukses çfarë do lloj pengese që ju do keni në fillim të javës. Gjithsesi, në mesin e javës, ju shoh që do t'i lini mbrapa, do lini diçka mbrapa, edhe pse do ta lini pak me dhimbje, domethënë është diçka që e lini me dhimbje, ju do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe këtu flasim, do merrni një drejtim më të mirë në dashuri. Ndoshta me një person që keni në jetën tuaj ose ju të hyni në një njohje, të dilni nga një situatë pak e errët që keni qenë, por kjo ka vlerë në lidhje me marrëdhëniet, me punën tuaj, ose edhe në lidhje me projekte të ndryshme dhe bashkëpunime të ndryshme. E rëndësishme është që ju do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj në mes të javës, duke lënë mbrapa ndoshta dhe hije dhe gjëra të errta që ju mund të keni pasur. Dhe në fund të javës, ju shoh më të stabilizuar si nga ana emocionale, nga ana ekonomike, por ndërkohë një pjesë prej jush do bashkëpunoni me familjen tuaj ose edhe me një person që ju dëshironi të bëni një fillim të ri, dëshironi të bashkëpunoni me këtë person, ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të jeni duke u larguar nga diçka dhe shoh një blerje, mund të jetë blerje shtëpie. Ju mund të largoni nga një vend në një vend tjetër, nga një qytet në një qytetin tjetër. Mund të bëni një blerje shtëpie, mund të bëni një blerje makine për një pjesë tjetër, mund të jetë një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Por kjo ka të bëjë edhe në lidhje me marrjen e disa parave. Në momentin që ju do të jepni një drejtim më të qetë vetes, aty shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme dhe do të jepni ndoshta një drejtim më të mirë vetes tuaj për të shkuar diku. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni shumë blerje edhe blerje online të ndryshme që ju mund të keni. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje me një trashëgimi, me një shtëpi ku ju merrni disa para gjatë kësaj jave. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Dhe shohim energjinë që do na vite për shenjën tuaj. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ose hënën ku e keni. Atëherë, keni të bëni me energji të shenjës Virgjëreshës, energji të shenjave të ajrit dhe përsëri energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme. Dhe kjo mund të ketë vlerë në lidhje me njohjet për një pjesë prej jush, me lidhjet ose marrëdhëniet, për pjesën tjetër në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me disa situata dhe çështje që mund të kenë të bëjnë me dokumentat, me shtetin ose diçka tjetër. Dhe gjithsesi kjo situatë ju ka lënë pa gjumë, edhe pse jeni të vetëdijshëm në lidhje me këto situata që janë krijuar. Jeni në mes të javës, do jeni në gjendje stresi, do ndiheni të lodhur psikologjikisht, ndoshta në gjendje pagjumësie, por do jeni dhe duke menduar në lidhje me situata të ndryshme, në lidhje me një person, me marrëdhëniet që keni, me punën tuaj nga ana ekonomike, një pjesë tjetër thamë në lidhje me dokumentat, dhe këto situata ju kanë lënë pa gjumë. Dhe kjo ka lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Ndoshta keni bërë shumë durim për një fillim të ri, por është një fillim i ri, i menduar mirë. Dhe ju do jeni duke menduar këtë në mes të javës për ta bërë në fund të javës.
Dhe këtu mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku ju keni duruar shumë në lidhje me një person, dëshironi të futeni në një njohje, ose për pjesën tjetër në lidhje me marrëdhëniet tuaja me situata dhe çështje të ndryshme që ju kanë sjellë tension dhe stres, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë një fillim i ri te vendi punës, por dhe një fillim i ri ekonomik. Dhe ju shoh që do jeni dhe në diskutime të ndryshme. Mund të keni negociata të ndryshme deri në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë shohim energjinë që do vi për ju. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Atëherë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjia e shenjës së briciapit dhe energjitë shenjave të ujit. Shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri, nuk e di, po ky fillim i ri mund të jetë një fillim i ri në dashuri me shumë pasion. Mund të jetë një punë e re që ju vërtet e keni me pasion, ose një bashkëpunim, një partneritet. Por dhe fillimet e reja mund të jenë me fëmijët tuaj, me shtëpinë, mund t'i merrni me situatat ashtu si i keni. Gjithsesi shoh që do krijojnë disa tensione në lidhje me këtë gjë, ose ju do jeni shumë të tensionuar në lidhje me këtë fillim të ri. Dhe tham që mund të jetë një fillim i ri në dashuri, por shoh që në fund të javës ju do jeni duke e festuar, do dilni nga këto situata. Për një pjesë tjetër shoh që mund të jetë edhe një trekëndsh. Ju dëshironi të, nuk e di, jeni në një trekëndsh, mund të keni disa situata tensioni në lidhje me një fillim të ri që bëni ose që e keni bërë, por e shoh që e bëni gjatë fillimit të javës, ndërsa për disa të tjerë shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi, këtu kemi planet Saturnin, sepse kemi edhe në datën 21 në fakt është hëna e re që sjell fillime të reja, mund të jetë një punë, një kontratë, një bashkëpunim, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Por për një pjesë tjetër shoh që mund të keni dhe varësi të ndryshme në mes të javës. Mund të jetë varësi ndaj alkoolit, ndaj cigares, ndaj ose të ndryshme, por shoh që mund të jetë edhe ndaj punës, mund të jetë jo domosdoshmërisht, mund të jetë ndaj ushqimit për një pjesë prej jush. Gjithsesi në fund të javës shoh që për pjesën e beqarëve do njihni një person që është, ju do jeni duke dalë, duke pirë një gotë dhe aty njihni një person që do tërhiqet shumë nga ju. Shoh që ju keni kaluar, keni qenë shumë të tensionuar dhe ndoshta kjo gjë, kjo fest do t'ju bëjë që të ndiheni më mirë dhe aty ndoshta një person tërhiqet, tham, ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që keni marrë mësime në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë në dashuri, mund të jetë një situatë te vendi punës. Do filloni të jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka në mesin e javës dhe në fund të javës ju shoh me festime. Ju do jeni duke festuar fillimet e reja që do bëni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, por dhe videot e javës dhe me tema për dashurinë. Atëherë do shohim energjinë tuaj.
Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjia e shenjës së akrepit dhe energjitë shenjave të zjarit përsëri. Në fillim të javës, shoh që do jeni në udhëtime, do keni lajme të mira, do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet që do merrni. Për pjesën e beqarëve, shoh që mund të keni një njohje në për rrjetet sociale, ose ju do keni një komunikim më të shpesht në rrjetet sociale, dhe aty do njihni një person. Shoh që do të jepni fund një situate që ju ka lodhur për një kohë të gjatë, ndoshta në lidhje me dashurinë, për të futur në një njohje të re, në një rast, në rastin tjetër në një komunikim me një person që e keni në distancë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do do mbyllni diçka, por do keni dhe ndryshime të mëdha, një transformim shpirtëror gjatë mesit të javës, dhe në fund të javës ju shoh me qëllime në veten tuaj. Këto ndryshime mund t'i keni edhe në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju t'i vendosni qëllime vetes. Ndërsa për një pjesë tjetër, për gjithë ata që do kenë një kontakt në lidhje me një person në internet ose një komunikim, ju shoh që ju do ndryshoni, sigur gjendja juaj do ndryshoj, do ndiheni më mirë dhe ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë njohje që ju do bëni, ose që ju keni dhe mund t'jeni në distancë me personin. Ndërkohë, në fund të javës, shoh edhe kontrata të rëndësishme që do keni te vendi punës, mund t'jenë kontrata ekonomike, mund t'jenë kontrata martesore për një pjesë tjetër, ose mund t'jenë kontrata për udhëtime, për largime jashtë shtetit, zhvendosje, varet nga situatat që ju keni. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, tetor, nëntor, por dhe video me tema për dashurinë. Ju uroj përsëri një muaj të mbar dhe një javë sa më të mbar. Dhe mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.